vendi ëmbëlsirave, kjo është dhoma e ëmbëlsirave, më vete e gjitha. Se kjo është e bukur këtu, është ndarë, mëngjesi, dreka, mishi, ëmbëlsira, temperaturë konstante diku te 25. 25 është tani, kryesisht është 22, 21. O çuna, ju që e bëni të 19-ta në zyre, shikoni dhe ëmbëlsirat 25-rin, nuk shkrim. Se na shkrim nga xhepa. Çe janë këto? Kos me fruta. Këto janë për mëngjeset. A ky është kosi mëngjesit? Koset e mëngjesit i kemi të racionuara personale. Mëngjesi del personal. Do me thonë, frutat e pyjeve të labëris dhe kosi i deles e labëris. Tani këto ëmbëlsirat unë des. Nuk e di për cilën më shumë, po ajo atje më duket se nuk e kam provuar ndonjëherë prej teje. Çfarë është? Syltjash. Asa. Me qumësh dele. Normal. Ke ardhur në zonë. Do me thonë Qumësh dele. mund të rikthesh dhe me thonë dhe ëmbëlsirat e zonës, jo vetëm këto ëmbëlsirat. Patjetër. O sa bukur. Për shembull, po shafi në Gjirokastër është tek Kodra, është jashtëzakonshëm. Ne jemi në Tepelen. Në Tepelen po tregoj që në çdo vend duan të vetën. Patjetër që do të shikojmë dhe zonat e rretharotull. Çfarë ka tjetër Tepelena? Çka ka tjetër? Ka pufkat, që është një... Si janë pufkat? Hajde na tregoj çik. Hajde mos ke turp, na trego për pufkat. Po si? Të bandën e vezës. Ato shkuma. Po. Ua, Si diçka si midis biskotës, kulaçit dhe është me shumë. Ke bërë sot apo? Jo, s'ke. Po të na bësh një ta shohim? Vetëm ta shohim, më duam, ta ham, se kush e di pastaj po ëmbëm. Ne atë provuam, si fillim në provova nga nëna e një bashkëpunëtori që është këtu, dhe ishte një diçka shumë e mirë, dhe kryesisht e fusim. Sepse ti vjen, shikon çfarë bëjnë, dhe kërkoj që të mbledhim nga zona. Kërkoj të mbledhim nga zona se çfarë. Dërsa kjo është specialitetet e Gentit, pastaj. Këto nuk kanë kadaif, krem pasticcerie me çokoladë të bardhë. Krim të ri, çokoladë të bardhë, pistak, kadaif me vanilja. Se kur të thotë Genti kemi baklava dhe ti pret atë tavën, kush e di ç'të pret? Genti je jashtëzakonshëm, nuk di. Tortat i kemi të cilat i ndajmë në feta, për pjesën e në fela për pjesën e barit, po kryesisht dhe mund të përdoren për evente, për ditëlindje, sepse është një tortë e mirë fillim. Sepse këtu vim festa gjithçka. Është një punishte që nuk mungon asnjë lloj pajisje, çdo gjë bëhet këtu, çdo produkt ndërtohet këtu, ka staf personal për pasticcerin dhe jemi njerëzit dua të di. Edhe një herë, më trego për njerëzit se po më bën përshtypje. Zonja ishte nga je? Përmeti. Ti je nga Përmeti. E martuar në Tepelen, po je zonës, banon këtu. Okej. Djali ishte i Tepelenës. Na voloni nga Golëm. Nga Golëmi, Gjirokastër. Ke gatuar në Gjirokastër përpara? Jam i nxënësit e Shef Gentit dhe kemi nisur rapat e parë këtu, kemi patur mbështetje maksimale nga Shef Genti dhe besoj se kemi arritur diku dhe si mos të arrish kur kemi shef të tjerë. Falenderoj me që na rast. Do të thënë të gjithë janë të zonës. Napoleoni ka punuar në shtet. Ka punuar në shtet? Po. Po ma trego ku ke punuar? Ishte inspektor mjedisi për prej 5 vjetësh. Një moment ku më shpresën, ku demoralizuam, takuam Shef Gentin ata që mund t'ia dalin dhe realisht ja dolën. Dhe shpresojmë që ju t'i përqeni, do t'i përqeni se s'do. Bëhet një punë shumë e mirë, me shumë dëshirë dhe me shumë motiv. Jashtëzakonshme. Do thonë ai ka qenë në shtet. Po. Shteti, siç është ndrohet pushteti, ikën shteti, kjo punë është këtu, derisa ti. Vetëm kjo sikën, këto sikën. Derisa kjo sikën kur? Ky është zanate. Në realitet u shpresën dhe bëjmë me pension, kjo është e rëndësishme. Njëri do bëjmë me pension dhe njerëzit e dur gjejnë rrugën e dur për ta dhënë të shans. Bravo shefi Golëmit.
Unë e mora me vete sultjashin, se kur them sultjash, unë mendoj për fëmirin. Dhe në këtë vend që do shkoj tani, kam shkuar fëmijë. Aty do shkoj tani me shefin. Bashkë me sultjashin që sapo ka bërë. Genti, se folëm kaq shumë për ushqimin, po e vërteta është që gjithë zona, jo vetëm këtu punësore, sa veta staf ka? Diku të 80 veta staf. Staf i përhershëm. I përhershëm, dimër verë, të 12 muajt e vitit. Po cilat janë muajt më të që ka më shumë njerëz? Kryesisht muajt e verës, jo 3-4 muaj, do në sezoni diku të 5-6 muaj. Po ndërkohë, ti mund të bësh vitin e ri këtu, ti mund të bësh pushimet e verës. Patjetër, të gjitha festat. Çfarë mrekullie? Ju kujtohet? Ju kujtohet ky vend? Kush e ka haruar? Ju kujtohet? Dhe nuk ka ndryshuar fare. Ka mrekullie që se kam prekur, përkundrazi, duket edhe më bukur. Filozofia e kësaj umbare që shikon këtu, që nuk është e prekur, më dhe aty është ndërtuar hoteli dhe nuk është prekur asgjë. Nuk është prekur fare asnjë pjesë Asgjë. Asgjë nga mikro dhe makro ambienti, rrugica si dikur. Më thënë, ti ke një thopë fëmirie, po të përpunuar. Të sjell në mënyrë më elegante, të sjell me 5 yje. Kështu është edhe ky sultjashti. Ideja është që është si dikur, por i përpunuar ndryshe që të mos Njerëzit kanë nostalgji, e frekuentojnë patjetër dhe pjesën e rrjedhës të lumit Drino. E frekuentojnë sidomos për muajt e verës, bëjnë plazhe diku, vijnë njerëz të moshë, gjyshi sjellin niprit. Dhe kanë një nostalgji dhe për ujë, dhe për vendin, dhe për këtë gjë që ka ndodhur këtu dhe normalisht dhe për investimin. Domethënë gjithë janë të lumtur, përgëzojnë dhe falenderojnë çdo ditë për atë investim dhe për këto njerëz që janë punësuar dhe janë trajnuar domethënë për të zhvilluar zonën, për të zhvilluar turizmin dhe për të pse jo të ndodhë një gjë e bukur këtu në zonë. Gjë e bukur në zonë ka ndodhur. Tani ti vetëm gjej kohën ta shohësh, ta provosh, ta ndjesh, ta kuptosh. Gjë e bukur ka nxjerrë në pa labërim. Ky është zemra në këtë vend, është zemra e Labërisë. Gjithë atë rrugë që u bëra, nga Vlora në Nivic, në Progonat, e në Golëm, e pastaj erdha deri në Uneftot e Belenës, e ka këtu vitrinën, këtu. Te ky sultjashti, që unë tani do provoj e do shijosh edhe ti. Edhe sultjashtin, edhe mishin e përpunuar, edhe gjithë shudirat që bën Genti dhe vetëm Genti, dhe mendja edhe durimi dhe këmbgulja e të zotit të këtij vendi që ka bërë një mrekulli dhe një investim të pa nuk është limituar, nuk është kursyer në asgjë, me të gjitha kushtet, me të gjitha mundësitë e secilit këtu, me transportet normalisht që stafi merret nga zonat nga janë çohet, po thojse edhe deri nëse janë në fshat banojnë dhe deri atje mund të çojnë. Kështu që gëzuar me sultjashtin e ujit të ftohtë të Belenës. U shtofshin vende si ky, edhe pse do duhet shumë kohë të vijë tjetër i ngjashëm. Të vaftë mbar, edhe na bëf shumë kudo. Kudo që shkon ti, unë të provoj kuzhinën. Shumë faleminderit. Ti mos sjell. Faleminderit ti. Tani po më duket vetja si kur jam në mes të një skene filmit të Felinit. I tillë ngjan gjithçka, gjithë skenografia këtu te Uji Ftohtë të Belenës, që është edhe dikur edhe tani. Duket sikur është sken filmi në një vend të nostalgjisë, të fëmirisë, të dikurshëm, të paprekur, që është njësoj. Ndërkohë që këta që janë mbas meje nuk po luajnë film, po lahen për qefin e tyre. Unë ju them më fal, se ata hynë e dalin, e hidhen. Edhe hidhesh aty ti? Do hidhesh aty?
s'ka gur poshtë, nuk ka gur poshtë, fare. Ja më ja, të të qofë kur t'hidhesh, e të t'gjiroj, ja. E që bëhet. Po, s'ka problem, se pas pak do idhem edhe unë, sa të marroj drekën, edhe të provoj likerin e zonës. E dini ju, që mbas likerit filloj dhe provoj aventurën. Më ndiq. Që ta di. Një këngë labe është kjo. Labe. Kemi bërë këngën? Ekipi bëjmë tani. Jo, po labe për labe. Labe. Okej, labe jam dhe unë. Jo, vetëm kohë të vizit se labe. A të bëj kohë unë? Zëri, po. Tjerë vetëm... Dakor. Do të shoh zëri, mëse në shoh vetëm tjerë të zbuzë. Okej. Po, Ju lumë të goja, u sa më kënaqët, faleminderit shumë, faleminderit shumë nga ju. Sa u kënaqa, po. Ja, shumë të bukur, ka dhe sikletet e tyre, po ka dhe... O, sa e bukur ishte, sa e bukur. Ju këndoftë zemra, gjithmonë? Here I am again on the Vjosa River in Albania. I've been coming here for 20 years, and thankfully this river has not been dammed. There was plans to put 2 hydroelectric dams on the Vjosa, and Save the Vjosa, which is an NGO, managed to convince the government
with other NGOs and scientists that this river, the last free-flowing river in Europe, has been saved. And here we are just near Pamet. There's a city of Pamet just a few kilometers downstream from here. And further this way is the Greek border. The Vjosa River's been a very important river for the southern Balkans. The Greeks have called it the Aous, and the Albanians call it the Vjosa, obviously. And it's featured in various ancient Greek texts. It's in many civilizations. The Illyrians had many hill encampments on the mountains around here, and it featured very heavily in the First Macedonian Wars, which were the wars between the Roman Republic and the Macedonians, and a lot of battles were fought around this area. Talking of battles, David Smiley, very famous SOE operative during the Second World War. Oh, look at this. Here we have some rafting. There's all sorts of activity on the Vjosa. People who kayak come from all over Europe and kayak on the Vjosa. They also kayak on a lot of the tributaries here as well, the Bunts and Langaritsa, which is further upstream. Right now, it's at its lowest. This is the Vjosa at its lowest. We're here in beginning of July. So the highest it gets is during the spring melts. So when the snow melts off of all the Namchuk ranges around here, it melts and increases the volume. Hello. United States and Poland. Fantastic. Are you enjoying it? Yeah, really. What have you been on other rivers? Meer Paapshem. Well, there we have people from Poland, United States. A lot more people are starting to come and find the wonders of the Vjosa River. It's just full of nature, it's full of history, it's full of wonderful people, it's full of culture, food, raki. You will not be disappointed if you come to the Vjosa. It is an absolutely beautiful place, and it's a very special place because it's the last large free-flowing river in Europe. There's a few up in Norway, but as far as I'm told, they're not as grand as the Vjosa. So it's a great time to come. In summertime, it's beautiful to swim in the Vjosa, and in wintertime and springtime, it's fantastic because you see it at its fullest, and it is a mighty river. This river, once the melt happens, the water level comes up to the top of these rocks up here. This is all underwater here. This is just one big raging river racing towards the Adriatic. And as I was saying before, David Smiley, the first ally that came in here, he carried out his first attack on the Italians during the Second World War in Pamet, just further downstream from here. This area has also been very important to the Albanians for their independence. Three brothers, the Frasheri brothers, Naim, Abdul and Sami Frasheri, all came from a village not far from here, behind these hills, and a village called Frasher. And they were very important for the whole independence movements. They were also Bektashis, and Bektashis are like a mystic Islam that is very dominant in Albania. And they were Bektashis, and he convinced many of the Babas, the Bektashis in this area, that they had to get behind the independence movement. It was the right place in history to be, and he got them on side, and they were very important also in the background with language and books and promoting Albanian culture amongst the Albanians who had been under Ottoman dominance for 400 years. So this was once all part of the Ottoman Empire, and they controlled this whole area. Further downstream from here, it goes out onto a plain that's a very fertile plain from all the alluvial soil that gets washed down every year from the flooding. And that alluvial soil that comes down is really important, that keeps the nutrient-rich Adriatic
which allows a lot of the fish, the smaller fish, a lot of the important nutrients that they feed off, that feeds the smaller planktons and algae that they eat, is very reliant on the alluvial wash that comes out of the Vjosa. So it's very important for the fishing. Rivers are more than just a river. They're a corridor of life. They give life to the people around it. They give life to the fish that are not even attached to it, that are out in the Adriatic Sea from all the alluvial soil that comes out. It's a really important river, and it's just fantastic that the Albanian government has been convinced by so many people and academics that this river needs to be saved, and it has. It's now a national park, and what's important now is to safeguard all the areas around it. And now we have some more rafters. And as you can see, when it's low like this, it's really not a dangerous river. It's a very safe river when it's low, which is a fantastic river to have as a tourist destination. You can swim in it, you can raft in it, you can kayak in it, and you won't run into trouble. But it's always good to use a professional, and there are a lot of rafting companies now setting up along the Vjosa. Hello. You speak English? Where are you from? Albania, Shqiptare. Ah, Rob. Si jeni mirë, Rob? Mirë. Ne flasim pastaj. Ne takojmë, po, në shtëpia. Në shtëpia jote. Ne takojmë. Bravo, faleminderit. That's Rob. He runs a rafting company just a bit further downstream from here. Lovely man. He's very experienced on the Vjosa, like I was saying. It's a safe river, but do it with a professional. And Rob is a real professional. And these are all his rafts, obviously. Mirë dita. Nga Angli, Amerikan? Huh? Germany? Belgium and Germany. I mean, people are coming all over from Europe and they're starting to realise the beauty of the Vjosa. So I've been photographing in Albania now for more than 20 years. And when I first came here, you would very rarely see a tourist. I mean, most Albanians stopped and looked at me and said, in surprise, where are you from? But now we see a lot more tourists, which is... Sorry, I'll just take these shots. Absolutely fantastic. Absolutely fantastic. It's a great place to be. I mean, Albania is a wonderful country to visit, and Vjosa is definitely one of the gems of Albania. As you can see, all these people jumping in and swimming. Një, dy, tre. Bravo. That's fantastic. Also in Permet, there was a congress with the Communist Party during the Second World War, which was very important for organising a resistance against the fascists who invaded this country in the Second World War. And there's a large monument in Permet relating to that.
The area is also very well known for making a very good raki, which is grappa. A lot of people know it as grappa, but the Albanians and many people in the Balkans call it rakia, and they make a very good rakia in Permet. It's well worth trying several glasses at the end of the day, or the middle of the day. Well, that's about me. That's about me done for here. Come and stand here for yourself and experience for yourself. That's all I can say. Welcome to the Vjosa. Emisionin e hapa në një kuzhinë që e quajta palca e Labëris, vitrina e Labëris. Erdhëm nga stanet e Nivicës, përfunduam në banjat e Bënjës. Erdhëm nga Vlora, përfunduam në Permet. Kjo është një nga rrugët më panoramike. Dhe Vjosa është një nga lumejt e lirë, të egër, edhe të mrekullueshëm. Diku më tutje pash sa plera dhe thash, ju lutem, mos hidhni plera, kaq bëni për Vjosën dhe Vjosa do bëj gjithçka për ju. Vjosa do bëj shumë për Shqipërinë. Zëri thaj është dëgjuar ndërkombëtarisht. Kështu dhe ky vend, këto banja, këto ujëra janë plot me shqiptarët e tuaj. Ti nuk di më kush është nga Tirana e kush nga Varshava, kush nga Kanadaja e kush nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ti nuk di më, ti di vetëm që kjo është Vjosa. Tu është mrekullia dhe çudirat të tjera do të vinë. Qofshim këtu për ta jetuar këtë vend, po dhe kur të mos jemi, të tjerë do vinë pas neje për të thënë çfarë mrekullie është Vjosa. E lirë dhe e egër. Vjosa.